Qep të ëmbla. Për këtë recetë duhen 4 kokra qep, 3 lugë sheqer, pak krip, pak vaj, pak uthull. Në një tigan vëmë të shkrim sheqerin, dhe hedhim në të qepët që kemi zier paraprakisht në një tenxhere me avull me pak krip. I kthejmë nga të dyja anët. Qepët duhet të marrin mirë karamelin e formuar. Më pas i shuaj me uthull. I lëm në zjarr dhe ullët derisa lëngu i formuar të trashët. Më pas qepët i vendosim në pjatë dhe i shërbejmë të ngrohta. Për më shumë receta vizitoni artigatimit.com. Ju bëf të mirë!